Sot ka filluar zyrtarisht gara për anëtarët e rinj të bordit të RTG-s. Në mesin e kandidatëve që kanë konkuruar për anëtar bordi, gjendet edhe emri i Rudina Zaferit. Rudina Zaferi është motra e Sihana Zaferit, e cila ka qenë këshilltare e kryeministrit Albin Kurti, të paktën deri në vitin 2025, siç e dëshmon edhe regjistri i deklarimit të pasurisë. Sihana Zaferi u emërua si këshilltare politike e kryeministrit Kurti në mars të vitit 2023. Ajo është bashkëshortja e regjisorit Florent Mehmeti, i cili është themelues dhe drejtor i teatrit të pavarur Oda në Prishtinë. Në vitin 2024, Teatri Oda ishte një ndër përfituesit më të mëdhenj të subvencioneve nga Ministria e Kulturës, e udhëhequr nga Herullah Çeko. Kjo ministri, në buxhetin prej 5.2 milion eurove që kishte ndarë në vitin 2024, kishte vendosur që më shumë se gjysmën e buxhetit t'i ndajë vetëm 13 organizatave, në mënyrë që t'i financonte për 3 vite, deri më 2026. Në mesin e 13-s që kishte përfituar më së shumti, ishte edhe Teatri Oda, të cilës i ishin ndarë 268.000 euro për programin vjetor. Shteti nuk u ndal me kaq sa i përket mbështetjes ndaj teatrit të drejtuar nga bashkëshorti këshilltare së Kurtit. Në vitin 2025, Ministria drejtuar nga Çeko lëshoi edhe një herë dorën dhe ndau edhe 1.3 milion euro për renovimin e hapësirave në Pallatin e Rinisë, aty ku gjendet edhe Teatri Oda. Kaq me fat nuk dihet sa do të jetë edhe motra e Sihana Zaferit, Rudina Zaferi, e cila tashmë ka nisur garën për të bërë anëtare e bordit të RTG-s. Para se të vinte në pushtet, vetë kryeministri Albin Kurti kishte kundërshtuar punësimin e të afërmve dhe familjarëve në pozita shtetërore. Gjatë takimeve me qytetarë, i njëjti kishte deklaruar se kush e rritjen për të shtëpia? Familja është e shtëpia. S'ka dosma në për ministria. E kujt do t'i duhej aktualisht më së shumti ky mesazh i Kurtit se sa vetë vartësve të tij, të cilët si duket kanë harruar parimet mbi të cilat kanë ardhur në pushtet.